Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Lexo në emër të Zotit tënd, i cili ka krijuar të gjitha. Kjo është surja e parë që i është shpallur profetit Asa. Ajo është shpallur në hapat e para të profecisë, atëherë kur Muhamedi ase. Nuk e dinte çfarë ishte libri i Zotit dhe as çfarë ishte imani. Në këtë kohë, atij i erdhi Xhibrili Asa, me shpalljen hyjnore dhe urdhëroi që të lexonte. Por Muhamedi asa, i cili nuk dinte shkrijë me këndim, i tha: "Unë nuk di të lexoj." Por Xhibrili vazhdoi të kërkonte prej tij që të lexonte, derisa në fund tha: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka." Ai e krijoi njeriun prej një copë gjaku të ngjizur. Është Allahu që, me pushtetin e tij, ka krijuar gjithçka. Pastaj Allahu i lartësuar përmend në veçantë krijimin e njeriut dhe gjendjen e tij në fillim të krijimit në barkun e nënës. Ai që e krijon njeriu në ato fazat e para, duke u kujdesur për të, padyshim do të kujdeset për të edhe në një drejtim tjetër shumë të rëndësishëm për lumturinë e tij. Ai do të kujdeset për njeriu duke i përcaktuar urdhëra dhe ndalesa, duke i vendosur program mjete dhe adhurimi, duke i dërguar profet dhe duke i shpallur libra. Pikërisht për këtë arsye, Zoti urdhëroi për të lexuar dhe, menjëherë me pas përmend faktin që ai është krijuesi, që kujdeset për krijesat e tij. Kështu, domethënë ja është, ju që jeni nevojtar që Zoti të kujdeset për ju, duke ju krijuar ju dhe gjithçka që keni nevojë, po ashtu jeni nevojtar, madje edhe më shumë që të lexoni atë që Zoti ju ka shpallur, që të mund të arrini lumturinë e plotë në dyna dhe në ahiret. Pastaj i lartësuari thotë, i cili krijoi njeriu nga gjaku i ndërshkuar embrioni. U tefsiru Sure El Alaq, ajet 1. Lexo, se Zoti yt është me bujari. Lexo, se Zoti yt është me bujari. Ai e mësoi njeriu të shkruaj me pen, ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Allahu është i cilësuar dhe emërtuar me cilësitë dhe emrat më të lartë. Familësia dhe bujaria e tij janë të pakufyeshme dhe të gjera. Prej bujarisë e Allahut është edhe dija që i dhuron njeriu dhe aftësia për ta shkruar këtë dije. Allahu i lartësuar e nxjerr njeriu nga barku i nënës dhe në këtë gjendje njeriu është tërësisht i paditur. Por është Allahu i madhruar dhe bujar që e pajisat me aftësinë për të parë, për të dëgjuar, për të arsituar e gjykuar. Është Allahu i lartësuar, ai që ja lehtëson njeriu të rrugët e mundësitë të diturisë dhe zhvillimit. Allahu i mëson njeriu të Kur'anin dhe urtësinë profetike. Ai i mëson njeriu të shkruarit, nëpërmjet të cilit njeriu mund të ruajë diturinë dhe ta transmetojë ndërbreza. Nëpërmjet shkrimit ruhen të pandryshuarat e drejtat dhe detyrimet. Shkrimi është zëdhënësi më i mirë në pamundësinë të folurit. I lavdëruar qoftë Allahu për të gjitha këto mirësi të mrekullueshme, për të cilat njeriu kur nuk do të mundë që ta lavdërojë Zotin e tij ashtu si e meriton dhe kur nuk do të mund të shprehë atij mirënjohjen e plot. Është përsëri Allahu i madhruar ai që i begaton krijesat me pasuri, por njeriu, për shkak të natyrës së tij të prirur drejt ignorancës dhe padrejtësisë, sheh veten si të pavarur, prandaj kalon kufit dhe shkel të drejtat, që ja mësoi njeriu pendën të shkruajë. U tefsiru Sure El Alaq, ajet 3, që njeriu të ja mësoi atë që nuk e diti. U tefsiru Sure El Alaq, ajet 3. Jo. Megjithatë, me të vërtetë, njeriu ka kalur kufirin e të keqe. Padyshim njeriu i kalon kufit, sepse e sheh veten si të panevojë. Për mëshirën e Zotit. Por, padyshim, vetëm te Zoti yt është kthimi. Njeriu shpërfill udhëzimin e Zotit, duke harruar se vetëm tek ai do të jetë përfundimi. Për shkak të kësaj shpërfilljeje, njeriu nuk e ka frikë llogarin para Zotit të tij. Gjendja e njeriu mund të përkeqësohet aq shumë, saqë jo vetëm që e shpërfill udhëzimin e Zotit për veten e vet, por nxit edhe të tjerë që ta bëjnë një gjë të tillë, siç thotë i lartësuari, ose ai ka ndjer veten të pasur se nuk i nevojitet askush. U tefsiru Sure El Alaq, ajet 6. Me të vërtetë, kthimi është te Zoti yt. U tefsiru Sure El Alaq, ajet 6. A e ke parë ti atë që pengon? A e ke parë atë që pengon një adhurues kur ai falet? Pra, ai pengon tjetrin të falë namaz, që është treguesi më i madh i imanit. Për të tillë njerëz të poshtër, Allahu i madhruar thotë: njeriu në adhuruesin kur falet bën namaz. U tefsiru Sure El Alaq, ajet 9. Me thuaj ti o Muhammed, nëse ai mendon se është në rrugën e drejtë. Si guxon dhe ndalon atë kur ai është në rrugë të drejtë ose urdhron për devotshmëri. O ti njeri që ndalon robin që t'i falet Zotit e tij, si vepron në këtë mënyrë, kur robi të cilin po e ndalon është tërësisht i udhëzuar nga Zoti i tij, me dije të sakta së vërtetës dhe punon sipas kësaj dijeje. Piçudi se si vepron në këtë mënyrë, kur ai të cilin ti e ndalon dhe e pengon është duke udhëruar për devotshmëri ndaj Zotit, është duke udhëruar për t'i u përmbajtur urdhave dhe për t'i u larguar ndalesave, në shenjë madhrimi dhe dashurie për Zotin. Si arin që një i tillë të pengohet dhe të luftohet.
Pikë se kjo vërtet konsiderohet si luftë kundër të vërtetës dhe kundër vetë Zotit. Kjo ndalesë u drejtohet atyre të cilët nuk janë të udhëzuar dhe të cilët urrojnë për të kundërtën e devotshmërisë. Me te, Allahu i lartësuar i kërcënon këta lloj njerëzish duke thënë: apo rekomandon që të adhuroni Zotin. U tefsiru sure Alaq, ajet 11. Çka mendon ti nëse ai përgjigjëstron argumentet tona dhe kthehet? A nuk e di ai se ç'ë ndodh nëse mohon dhe kthen shpinën? A nuk e di ai se Allahu sheh gjithçka? A e di ai mirë që kundërshton dhe lufton të vërtetën, se kjo që bën ai do të sjellë ndëshkimin e tij me vuajtjet e padurueshme? A nuk friksohet dhe të kthej rrugë sa nuk është vonë? Pikë nuk e di ai mirë, se Allahut nuk i shpëton asgjë dhe sa ai sheh çdo vepër dhe fjalë të robit. Llogaria me drejtësi është e pashmangshme dhe do të vijë shpejt. Me te, i lartësuari e kërcënon këtë të mirë se, nëse nuk ndalen nga këto vepra dhe nga lufta kundër të vërtetës dhe bartësve të saj, atëherë ajo që e pret është shumë e dëmshme. A nuk e di ai se Zoti i sheh të gjitha adhuron të mirin, ndërsa e dënon të keqin? U tefsiru sure Alaq, ajet 13. Jo, me të vërtetë, nëse nuk të riqen nga kjo, do të kapim për flokë shkërshetëm. Jo, nëse nuk heq dorë, ne do të rëmbejmë atë prej ballit mashtruese gjynaçar. Ai rëmbim do të jetë shumë i ashpër. Vërtet, koka e meriton që të ndëshkohet për shkak të gabimeve dhe mosbindjes së saj. Njeriu që është mashtrues në fjalët e tij dhe gjynaçar i rënd në veprat e tij e meriton këtë ndëshkim të dëmshëm, për flokët këshetin e gënjeshtarit dhe fajtorit. U tefsiru sure Alaq, ajet 15. Ai le ta thras shoqërinë e vet në ndihmë. Pastaj ai le të thras ata të vetët, ndërsa ne do t'i thrasim rojet e xhehenimit. Zebanit, le të thras ai që meriton këtë ndëshkim këtë dëshiroj, prej ushtrive dhe mbështje të svet e tij. Ndërsa Allahu do të uroj zebanit rojet e xhehenimit për të ekzekutuar ndëshkimin. Atëherë keni për ta parë se kush do të fitojë dhe kush është më i fuqishëm. Kjo do të jetë gjendja e atij që lufton dhe pengon të vërtetën. Ndërsa besimtarin, atë cilën e pembojnë dhe luftohet për shkak të së vërtetës, Allahu i lartësuar urdhëron që të mos u aver veshin dhe të mos u nështrohet këtyre ndaluese. Na do t'i thrasim zebanit rojet e skëterës. U tefsiru sure Alaq, ajet 17. Jo, mos i u përullti atij, por bën ti sejdë dhe afroju Zotit tënd. Jo, ti mos i u bind atij, por vazhdo me sejdë dhe afroju Zotit me të. Allahu i lartësuar ndalon vetëm nga ato gjërat të cilat sjellin shkatërim në dynja dhe në ahiret. Pra, mos i u bind këtyre fatësinjve, por vazhdo të afrohesh tek Zoti yt me sejdë dhe me të gjitha llojet e adhurimit dhe bindjes ndaj tij. Ky ajet përfshin të gjithë llojet e ndaluesve dhe luftuesve të së vërtetës dhe të gjithë mbrojtësit dhe përhapësit e saj, edhe pse është shpallur fillimisht dhe flet në mënyrë të veçantë për Ebu Xhelin, i cili pengonte profetin nga namazi dhe nga përhapja e të vërtetës. Këtu përfu ndon komenti i surës Alaq. Falënderimi i takon vetëm Allahut.